Dolce ka marrë vendimin që shumë pak e marrin kaq prerë. Ajo e ka fshirë Edin jo vetëm nga jeta e saj, por edhe nga çdo gjurmë publike. Nga mendimet, nga kujtimet e dukshme, nga Instagrami. Një unfollow që nuk ishte thjesht virtual, por simbol I një dere të mbyllur fort. Për Dolcen, kjo histori ka marrë fund, nuk ka më kthim pas, nuk ka më shpjegime, nuk ka më po sikur. Ajo ka zgjedhur qetësinë në vend të kaosit, dinjitetin në vend të pritjes. Ka zgjedhur të mos mbaj më asnjë lidhje me diçka që e ka lënduar. Fshirja e Edit nga jeta e saj ishte një akt force, jo dobësie. Ishte mënyra e saj për të thënë, mjaft. Por nga ana tjetër, është Edi. I vetmi që ende mendon, I vetmi që ende dyshon, I vetmi që ende beson se ka gabuar. Edi e di që diçka e ka prishur. E ndjen. E pranon, ndoshta për herë të parë. Ai e kupton që fjalët, sjelljet, e goja dhe loja e quan shumë larg. Dhe tani që gjithçka është ftohur, ai mbetet vetëm me mendimet e tij dhe me një pyetje që nuk e lë të qetë, po sikur ta kisha bërë ndryshe. Në heshtje, Edi mendon se Dolce mund ta kuptoj gabimin e tij. Se ndoshta, me kohë, me reflektim, me pendes të vërtet, ajo mund të kthehet. Jo për dramë. Jo për lojë. Por për ndjenjen që dikur ekzistoi, ai ende e sheh veten duke u kthyer në krahët e Edit, ai ende shpreson. Por pyetja e madhe mbetet pezull në ajër, a kthehet një grua që ka vendosur të fshijë gjithçka, a hapet një derë që është mbyllur me vetdije, a mjafton pendesa kur respekti është thyer? Dolce ka zgjedhur heshtjen, Edi ka zgjedhur shpresën. Dy rrugë të ndryshme, dy botë që dikur ishin një, dhe tani, një distancë që nuk matet me kilometra, por me krenari, dhimbje dhe kohë, sepse ndonjëherë, dashuria nuk mbaron nga mungesa e ndjenjës, por nga teprica e gabimeve, dhe ndonjëherë, kthimi. Nuk varet nga sa shumë do dikush, por nga sa shumë ka duruar tjetri. Historia e tyre ende nuk ka përgjigje, vetëm një dilemë që djeg, a do të fitoj krenaria? Apo do të fitoj pendesa?